you will hear from those who helped shape this path and those who believe in our future. It is my utmost honor to firstly invite to the stage the visionary behind this institution, the person who dared to believe that Kosovo could create a school built on the most forward-thinking education system in the world. Please welcome. Rikthem direkt zonja dhe zotëri, kam zënë Ulsen tani, por për të folur jo për blokad, jo për krizë politike, por për një lajm të mirë që e ka gjetur Kosovë në një periudhë jo shumë të rahatshme politikisht, ndoshta ekonomikisht edhe në sferat të tjera. Shkolla finlandeze është radhitur, është listuar në top 10-shin botëror sipas World's Best School Prizes, që do të thotë një arritje e jashtëzakonshme. Dhe po flasim për shkollën fillore finlandeze që është në Prishtinë, nuk është në Helsinki. Edhe natyrisht për një lajm të tillë do të flasim më tutje në studion e Politikos bashkë me themeluesin e kësaj shkolle, zotin Naletin Berisha, të cilin e kam bashkë në studion e Politikos. Zoti Berisha, mirë se keni ardhur në studion e Politikos. Faleminderit shumë, kushtëm. Nuk kam se si mos ta nis këtë bisedë, këtë bashkëbisedim me urime, se kjo në top 10 që botërore si pas World Best School Prizes, kam përshtypjen që nuk është arritje e vogël. Modestinonash nuk është arritje as pak e vogël, realisht është arritje e jashtëzakonshme, jemi shumë të lumtur, shumë krenar, mos më thunë pak edhe në një gjendje të e pabesueshme e gjithë kjo arritje jona, për shkak se World's Best School Prizes konsiderohet Nobeli i shkollave. Dhe me thonë çmimi më i rëndësishëm, çmimi kryesor, vlerësimi më i madh sa i përket rangimit të shkollave në botë, për një shkollë që është themeluar para 7 viteve, për një shkollë që vepron në Kosovë, mendoj që është lajm i jashtëzakonshëm. Sot në mëngjes është bo lansimi i lajmit në gjithë botën. Ka pas shumë buj gjithandej, normalisht edhe shkolla tjera të cilat janë në top 10 që edhe ata kanë pas. Jam kurioz ta di, a janë marrë vetëm shkollat me sistem finlandez? Jo. Apo janë marrë shkollat me sisteme të ndryshme, sepse tani parashtrohet pyetja si është e mundur një shkollë finlandeze nga Kosova të radhitet atje, edhe ju që e përmendët 70 nga themelimi, jo shumë gjatë. Vetëm shkollat që janë më të komuna, shkolla ndërkombëtare, ka dhe shkolla për shembull në vende si Etiopia, që është një në top 10, ka një shkollë në Indi që ka hyrë në top 10, që po normalisht ka dhe një shkollë në Londër, ka dhe një shkollë në Itali, ka dhe një shkollë në Suedi që kanë hyrë. Në Finland nuk është fatkeqësisht këtë vetë asnjë shkollë, kështu që na e patëm edhe nderin me pas një urem nga Ministri i Edukimit të Finlandës, i cili fatkeqësisht për shkak të afatit shumë të shkurtër kohor, se ne jemi njoftu tek javën e kaluar për këtë, edhe kemi pas shumë pak kohë për me u bë gati, e dërgoj një video shumë të rëndësishme, ku e uron shkollën dhe na konsideron si pionier të edukimit inovativ në botë. Prandaj është, mendoj, një krenari për gjithë neve, për shtetin ton, për vendin ton, është një lajm i mirë, është një eksport i jashtëzakonshëm që del nga Kosova në gjithë botën. Emri jon, brendi jon, me pas një shkollë, ka shkollat që kanë hyrë në vlerësim të ngushtë, edhe prej tyre na dikun që 8 muaj jemi kanë fillu vlerësimi. Hajde të pak për veçantitë, se shumë nga shikuesit mund pyesin çka është kaq e veçantë me shkollën finlandeze, ose çka përfshin shkolla finlandeze, cilat janë metodat që i ushtron kjo formë e arsimit, të cilat shembull nuk i bën ndonjë sistem tjetër e arsimit. Cilat janë veçantitë kryesore atij tradicional që e kemi në Kosovë, po dhe në shtetet bile të zhvilluara? Është një sistem ku nxënësin e paraqet në qendër, edhe është e fokusuar në ato që na i thojmë whole child development, do të thonë një zhvillim të gjithë mbarshëm të fëmijëve, ku fëmijës me botën
duke zhvillu një kështu mindset global, edhe duke ndërlidhur teknologji revolucion në Kosovë. Normalisht kemi pas sfidat tona për shkak se po hyn një sistem krejtësisht i ri në një sistem relativisht tradicional, i cili fatkeqësisht edhe në këto vlerësimet e fundit, disa 2-3 vlerësimet e fundit të PISA-s, nuk ka dalë aq lart. Na kemi marrë sistemin finlandez si model, që është sistemi më i mirë në botë i shkollimit edhe ashtu, edhe mendoj që kemi ndërtu mbi të, e kemi kriju një sistem tepër inovativ, ku nxënësit mësojnë gjatë gjithë ditës, mësojnë edhe në korridore, mësojnë edhe në qytetin tonë të improvizuar brenda shkollës në Kunta, ku luajnë role të ndryshme. Domethënë prej punojnë në qeveri, punojnë në bank, punojnë në kompani të ndryshme. Improvizohet. Derisa ata punojnë, zhvillojnë role të ndryshme, ne arrim me marr learning analytics edhe me kuptu ku janë nxënësit më të mirë, edhe përmes atyre analytics me e personalizu mësimin. Domethënë qendra, baza, gjithçka është mësimi personalizuar, për shkak se secili fëmijë është i ndryshëm prej tjetrit. Secili fëmijë kërkon një qasje më ndryshe, edhe të veçantë. Qasje shumë të veçantë. Dhe a ka vëmendje tek secili fëmijë, a mund të ketë vëmendje sepse këtu janë një numër i madh i nxënësve? Absolutisht, po. Normalisht, po tu përdor teknologjinë, tu përdor inteligjencën artificiale, edhe tu përdor një raport të ullt të nxënës mësimdhënës, dhe me thonë pak nxënës për mësimdhënës, na kemi arrit me ndërtu një mësim personalizum, ku secili fëmijë ka planin vet individual të mësimit, pastaj secili fëmijë ka iPad, i cili lidhet me ekosistemin e aplikacioneve që i përdor shkolla. Pastaj, për shembull, te ne kreativiteti është epicendra e gjithë çka bëjmë. Për shkak se në kohën e inteligjencës artificiale, kreativiteti është shkallësia më e rëndësishme që kam ju dashur fëmijëve tanë. Çfarë po e veçoj këtu është pjesëmarrja e ambasadorit finlandez, por edhe ambasadorit suedez. Më intereson opinionet e tyre, sidomos finlandezja ishte i befasuar për këtë plasman, po e quaj kështu, në konkurs ndërkombëtar, edhe cila ishte përqasja e zotit Westerlund, ambasadorit suedez? Ambasadori finlandez është normalisht përkrahas i jashtëzakonshëm. Joni deri në 5-6 herë gjatë vitit është prezent në shkollë në aktivitete të ndryshme. Nxënësit tonë, për shembull, para 3-4 javë, një nxënës joni për një javë ka job shadow, ose ka qëndru për një javë me të gjatë gjithë kohës, domethënë në takime, ka bu praktikën në zyrën personale të ambasadorit. Ai normalisht ishte i befasuar se kjo nuk është diçka e vogël, domethënë gjithë edhe na secili prej neve kemi qenë të befasuar, krenar, por normalisht edhe të befasuar. Po ambasadori suedez anën tjetër është një përkrahës i jashtëzakonshëm. Ai kur ka ardhur herën e parë në shkollë dhe mas vizitës në shkollë ka thonë, unë jam ambasador i karrierës, fëmijët i kam shkolluar në 6 shkolla të ndryshme gjithandej nëpër botë, në çdo vend ku kam shkoj vizitoj shkolla, flas nëpër shkolla, nëpër universitete, kur në jetë nuk kam pa nxënës si tek ju, kur në jetë nuk kam marrë pyetje më interesante prej nxënësve kaq të ri, edhe sot e tha ato në fjalim. Edhe na bashkëpunojmë me ambasadën e Suedisë edhe në atë festën e përvjetshme që bën Suedia në Kosovë, Santa Lucia. Shkolla jonë e bën programin kryesor aty. Edhe normalisht ai thotë që unë tham jam i lumtur, po jo i befasuar. Je i lumtur, po jo i befasuar. Jo i befasuar. Tu e po njëjtë se bën me thonë, njëjtën e thotë edhe në video që e lshut pak më herët, redaktori ekzekutiv i CNN-it, Leif Korlim, i cili thotë që për neve kjo është arritje e jashtëzakonshme, po jo e befasuar, e pritshme për neve, edhe me flet me nivelin më superlativ. Siç ndoshta shikues mund ta dinë, shkolla finlandeze pasqyrohet në CNN tash e sa vite, si një nga shkollat më inovative. Vitin e kaluar e kemi pas 30.000 sekunda, do me thonë gjatë një viti është pasqyruar se CNN highlight gjatë gjithë vitit, ka 90 sekunda në çdo ditë, ka dalë një video. Po krahas kësaj, finlandezët shkallë një në rrafshin ndërkombëtar, ne kemi Ahtisarin finlandez duke nisur nga
nga rafshi vendor, për që kështu nga bazamenti i ndërtimit të shtetit të Kosovës, në rafshin ndërkombëtar njihet për super sportist, skiator të famshëm, pilot formulës 1, Rally, shofer të rallit. po, të rallit, pas një diskutim Tommy Makinen, që mos ta harrojmë, njihet për lojtar të jashtëzakonshëm të fushës së hokejit në akull. Gjithashtu Finlanda është në... Por edhe njihet për shkak të sistemit arsimor më të veçantë që quhet sistemi ndoshta më i përparuari, më i avancuari botëror. Dhe tani, kur flasim për këtë sistem, ky sistem është ndërtuar pak a shumë edhe për formën se si funksionon shoqëria në Finland. Në ndërkohë, këtu është pyetja ime. A janë kosovarët si finlandezët që ta kapërdijnë këtë lloj sistemi, apo është ky sistem kaq funksional sa mund të adaptohet tek secila forme kulturës të një populli me një farë forme? E keni analizuar këtë? Po, absolutisht. Sistemi finlandez është shumë i ndërlidhur me shoqërinë finlandeze. Kështu që nuk është lehtë i adaptueshëm në çdo shoqëri tjetër. Ajo pajtohem me juve. Po na kemi punu shumë për që 7 vite që jemi me shkollën, po edhe 3 vite para saj kemi punu shumë që me i marë ato praktikat më të mira, cilat mund të implementohen në kontekstin tonë kosovar, edhe me i përshtat disa praktikat tjera, cilat ndoshta nuk implementohen krejtësisht. Po, çka unë po du me thonë për sistemin finlandez të edukimit është se sistemi finlandez të edukimit është ajo që unë mendoj bota për 10-20 vite të ardhshme ka me shku. Domethënë gjithë bota duhet më orientu drejt atij sistemit që çon në zhvillimin e shkatësive të shekullit 21 të fëmijët. Ju e përmendet finlandez ku janë më të mirët. Unë po i them edhe shumë se mu kujtuan skiatorët e finlandezët janë në top 10 në shumicën e indikatorëve më të rëndësishëm në botë. Për shembull, është populli më i lumtur në botë. Është numër 1, sa i përket indikatorëve të lumturisë, më i lumtur në botë. Është në competitive index, domethënë indeksin e konkurrueshmërisë në top 5 të botës. Në të drejtat njerëzit është në top 5 të botës. Në qeverisje të mirë është në 3 të botës. Në rule of law ose në është në top 5 të botës. Domethënë në shumicën e indikatorëve botëror, Finlandën e ke së paku në top 10, po në pjesën dërmuese në top 5. Tash, jemi të më të mëdhenj pro-perëndimor, mos ta harrojmë betejën me Bashkimin Sovjetik edhe betejën e madhe për edhe janë më patriotët në botë, me 72% se zgaboj. 72% ka përshtypjen që vetëm kosovarët, shqiptarët janë më patriotë. Jo, më pak. Statistikisht janë më pak. Finlandezët janë 72, shqiptarët janë 58%. Spaku në statistika, tash nuk e dim kështu realisht si qëndron. Po baza e lufta e dytë botërore si shteti ndër shtetet më të varfra në Evropë. Domethënë nuk ka pas industri të zhvilluar, ka qenë shkatruar, ka qenë shënuar ekspansion pastaj nga sistemi i edukimit. Domethënë ata kanë investuar në një gjë, në edukim, edhe ajo pastaj ka sjell rezultate në gjitha fushat tjera. Sa nxënës janë në shkollën finlandeze, zoti? Si vjet janë rreth 500 nxënës. 500 në tërsi? Në tërsi. Në tërsi dhe kjo, ju keni kapacitetin që ti trajtoni 500 nxënës? Po, i kemi zgjeru kapacitetet këtë vit, dhe me thonë nuk i kemi pas, po e kemi zgjeru kampuset, edhe me shumë hapësira të reja, kemi bo gjithashtu edhe një pishin brendshme, se deri tash kemi që fëmijët me një pishin dikon tjetër, se noti është shumë i rëndësishëm në pjesë e kurrikulës tonë. Pastaj, janë për shembull disa lanë arti dhe pundorja, handicraft. Ne i bëjmë 3 orë në javë. Një për shkolla që kemi mas shumë të orë në art dhe pundore. Kjo për shkak se art adaptohen që nga fëmijëria. Po gjithashtu bëjnë shkencë me përbërës të kuzhinës. Për neve është shkenca më e rëndësishme, ka qenë shumë abstrakte, sidomos kimia organike ka qenë ekstremisht shumë abstrakte. E na tash ka mundohemi me bo është me marr perime, përbërës të kuzhinës, me i përdor ato të gatu edhe me i kthy në formula kimike, në mënyrë që fëmia me kuptu ato se çka po. Mala po është luks të jenë në shkollën finlandeze. Shkolla jonë është shkollë private, na mbahemi vetëm nga tyrat që vijnë nga nxënësit tonë. Nëse marrim parasysh që jemi në top 10 shkolla më të mira në botë, realisht çka është më rëndësi është
Gjithashtu, nga viti kalum, e kemi hapë edhe një program të ri në gjuhën shqipe që e kemi emërtu programi Impact. Për shkak se po dojmë me bo impact, po dojmë me pas ndikim sa më të madh masat. Shkolla jonë është shkollë e ëndrave për mira fëmijë në Kosovë, po jo gjithë kanë pas mundësi me i përballu, jo gjitha familjet me 1.500 euro viti te programi në gjuhën shqipe, që është shumë konkurrues, ndoshta edhe më i lirë se shumë shkollave tjera. Këta kemi bu me qëllim, domethënë kemi bu me vetdije, për shkak se dojmë i ofru mundësi, normalisht nuk i kanë gjitha mundësitë financiare. Dhe çështja tjetër është se ato atyre i intereson, me siguri e gjejnë në rrjetet sociale, ku është lokacioni. Unë kam përshtypjen që është te Prishtina Mall. Te Prishtina Mall. Është 300 metra për Prishtina Mall, biles mbrapa i vjen Kopër. Që i kampus i ri. Është kampus i ri, jemi të zgjeru kampusin, kemi zgjeru gjithashtu hapësirat jashtë. Standardet janë finlandeze. Standardet janë besëm shumë finlandeze. Shumë finlandeze. Që ti kisht, po funksionalisht janë në Finland. Domethënë, na i thojmë learning environment design, domethënë dizajnimi i hapësirave mësimore në Finland ju kushtohet tepër rëndësi. Për shembull, në shkollën tonë se hyn, ishe klasë, na kemi tavolina, ku fëmijët ulen sofa, për shkak se fëmija duhet me ndrru pozitën e të ulirit gjatë ditës, me ndryshu format të ulirit deri në 5 herë. Ergonomia ka ndikim direkt në mësimdhënie. Domethënë çdo aspekt i zhvillimit të kampusit ton është i menduar në atë mënyrë që me ndiku sa më shumë tek fëmijët që të veç ditë unë kam shumë për qef dhe këta janë ardhmja e këtij vendi, kështu që faleminderit shumë kushtërem për hapësirën, për mundësinë. Jemi jashtëzakonisht krenar edhe mendoj që kjo është një arritje, një kështu pledge, s'po di fjala më mirë.